refleksojnë se askush nuk është kështnuar dhe se presidentja mund tjetë kështë informuar. Ne bëm thirrje presidentës, qeverisë dhe çdo institucioni tjetër që të mos dërhyjë në fundin e sistemit prokurar dhe të respektoj pavarësinë institucionale si dhe të ofrojë mbështetjen e tyre në funksionimin e Këshillit në suaza siç përcaktohet në Kushtetutë të Ligjit. Në fund, do të cek edhe një gjë, se djeni një emision televiziv lidhur me raportet e Progresit për Kosovën, mori pjesë edhe zoti Visar Kasniqi, anëtar i Këshillit Garantë të Shoqërisë Civile. Këshilli Prokurar ka miratuar rregulla dhe parimet të komunikimit të politikun, të cilat vijnë edhe për ndarje të Këshillit. Në këtë rast, ky anëtar nuk ka pasur asnjë autorizim apo përcjell nga Këshilli që të përfaqësojë Këshillin në atë mision, dhe që të sa qëndrimet e tij nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Këshillit Prokurar të Kosovës. Çështje të tilla përbën shkelje të parimeve dhe rregulla të komunikimit në sistemin prokurar. Të nderuar shqiptarë, të nderuar panishë, të nderuar media, përfaqësues shoqërisë civile, në frymën e afrimit, unë si kryesues ju bëj thirrje publike të gjithë anëtarëve të Këshillit që të marrin pjesë në takimet e Këshillit, sepse ka shumë çështje të rëndësishme, të cilat duhet të trajtohen dhe vendosen, përfshirë edhe çështje me afate ligjore. Shumë faleminderit për